E kam një bebe 6 muajshe. Printe burrit që jetojnë me neve e puthi non-stop. Mas nej po smuhet e po ka temperaturë. A mundet më ardhë infeksioni prej tyre apo është thjesht fazë? Okej, pyetje shumë e vend, pyetje shumë trendi sa i përket prindërve që e bojnë në aspektin e përgjithshëm, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes vizitave të mjekët. Ju e dini që fillimisht kanë ndryshuar gjanat prej si kanë qenë më herët edhe si janë tash. Më herët, gjenerata jonë ta themi, e kemi pas nuk ka qenë fort tabu me bashkitu edhe me gjyshrit e me pas një familje më të madhe. Sot është më ndryshe. Fillimisht sot zakonisht ndonjëherë gjyshrit edhe nuk janë pjesë e familjes së ngushtë të paktën. Po imagjinojmë për nder të skenarit tënd dhe pyetjes tënde që jetojmë bashkë. Një foshnjë 6 muaj gjithashtu është një storje në vete, sepse një foshnjë 6 muaj është një krijesë e bukur e kësaj toke që një prej gjërave që e ka në zhvillim e sipër është imuniteti. Edhe imuniteti i kësaj foshnje, përderisa është në fazë të ndërtimit, sikur një ndërtesë për shembull që është duke u rindërtuar tash, megjithatë do të duket më bukur më vonë, por tash mund të jetë me një stad fillestar, edhe imuniteti i foshnjeve natyrisht ka nevojë për forcim më të madh. Për shkak se ky imunitet është në fazë të ndërtimit, këta fëmijë janë të prirur të marrin infeksione. Kush u sjell fëmijëve infeksione, sepse fëmijët nuk shkojnë as nëpër klube, nuk shkojnë as nëpër shkollë, as sepse është 6 muaj atë më duket apo? Po. Edhe nuk i ekspozohen shumë faktorëve të jashtëm. Ata që u sjellin faktorët e jashtëm në shtëpi janë prindërit edhe gjyshrit. Prej përvojës, jo vetëm si mjek, po edhe si prind, unë jam shumë më i kujdesshëm ndaj fëmijët tim, ndoshta edhe për shkak profesionit, mos të paragjykoj, po ato manovrat higjienike që i bëj para se të atakoj fëmin tem janë pak më të ashpra në kuptimin që i loj duar 2-3 herë, sigurohem që jam me rrobat ndruara prej atyre që i përdor në punë ose në rrugë edhe kur kthej. Po gjyshrit, si gjyshër që janë pensioner, kanë dëshirë me dalë, janë persona që kanë kontakt me shumë njerëz, shkojnë nëpër market ndonjëherë me na blej edhe një dhuratë të vogël për nipin e mbesën, edhe natyrisht përpos çokoladave që na i bin prej marketeve, na i bin edhe disa çokolada që nuk shihen, që ne i quajmë mikroorganizma. Një ndërhyrje. Kjo është situatë shumë konfliktuoze, se edhe pyetjen kur e kemi marrë, u kone parashtruar në asnjë formë sikur ti po dën me i fajsu printe burrit. Domethënë printe burrit që jetojnë me neve po ma puthin djalin, e djali po merr infeksione, a janë fajtori ata, është veç fazë. Ndëgjoj. Unë vlerësoj, tash edhe në aspektin mjekësor, po edhe në aspektin human profesional. Të qenurit i rrezikuar prej disa infeksioneve në një moshë kaq të ndihshme siç është ajo 6 muajore. Është diçka që është më se normale, unë kisha thënë. Krahasuar me benefitin që një fëmijë merr prej kujdesit për aty në gjyshëve, prej dashurisë e prej gjitha benefiteve tjera që një gjysh mund t'ia jep nipit dhe mbesës së tij. Tash tek e fundit përpara thonë ti i don fëmijët e tu, po fëmijët e fëmijëve i don edhe më shumë. Kështu që në një farë mënyrë edhe shëndetin e gjyshërve ne e ruajmë. Se një gjysh i izoluar i lën vetë pa kurfar interaksioni, ka një shëndet tjetër në krahasim me një gjysh që është i angazhuar me u kujdes për 2 nipa mbesa. Kështu që të sjellurit e disa infeksioneve prej gjyshërve që i puthin ose i përçafojnë fëmijët tanë 6 muajsh, unë nuk po mendoj që është diçka e tipit që me ardhë deri në konflikt ose në situata që ju po thoni është faji tyre, përkundrazi, po duhet ta marrim si diçka që është të jetë fiziologjike dhe të jetë natyrale, që pa dashur me kalu prej temës në temë, unë shumë po besoj që do të ketë edhe pyetje tjera të kësaj natyre, prandaj pelo me kaq sa i përket asaj që po du me dhënë inputet e kjo, po unë mendoj që gjithçka që ka vjen nga anëtarët e familjes është më se mirëseardhur për të gjithë anëtarët, pa marrë parasysh a janë foshnjat, a janë ndonjë anëtar tjetër i familjes. Kështu që besoj jemi në rregull sa i përket këtyre informatave që i ndava me ju. Unë zakonisht mysafirëve që i kam domethënë në emision, ju bëj shumë pyetje, masi që t'ja u bëj një pyetje të publikut, por domethënë përgjigjet e tua janë çaq mirë strukturuar, saqë nuk po kam pyetje, kështu që